Rreshtet e dendura të shiut kanë shkaktuar probleme të shumta edhe në Bashkinë e Mirditës, kryesisht në njësinë administrative të Fanit. Prurjet e mëdha të përrejnëve malor kanë sjellë gërryrje dhe shëmbje të rrugës që lidh fshatin Thirr me rrugën e Kombit, duke izoluar disa familje të zonës. Po ashtu në fshatin Domxhon janë dëmtuar 2 ura, çka ka sjellë izolimin e rreth 30 familjeve dhe një biznesi në lagjen Munull. Përveç dëmeve në infrastrukturë, rreshtet kanë shkaktuar edhe prishjen e rrjetit elektrik dhe të ujësjesit, duke vështirësuar më tej jetesën e banorëve. Rrjetet e rreshtit kanë prish urat, kanë prish sistemin e ujësjesit, kanë prish dritat elektrike, janë të izoluar komplet fshati si lagje e Monellës. Të gjithë janë të bllokuar. Sikur një mos më dikush, veç me marr helikopter se s'kan ka të shuri. E të po vetë si çfarë portoni ka po. Kërkojmë nga shteti, i lutim shteti që të na ndihmojë, të na ndeshë këto urat, na ndeshë dritat elektrike, si kemi ne ujë, edhe unë kem në biznes që të vajza eme, kemi bërë një bujtim me shpenzimet tona, me gjitha, e tash është izoluar si po shepi ju. Ne po e vujmë të situatë për çdo vit. Unë nuk kam edhe për bashkia, është Munull, po nuk jo me të tilla gjana, me të tilla panele nuk bëhet asnjë gjë. Problemi i kësaj projekton ka qenë problematik gjithmonë. Ka arsye se është shumë i vërshufshëm, edhe shton shpejt kur bie rrethje, edhe ulet prap po shpejt po. Ban kërdin pasaj si. Edhe kështu që gjithmonë kemi pas problem te rrugë. Ndërkohë, strukturat e emergjencës civile të Bashkisë Mirdit po verifikojnë dëmet e shkaktuara nga moti keq dhe po shqyrtojnë mundësitë për ndërhyrje të shpejtë në zonat ku banorët janë të izoluar.